Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk më hecën asnjë lidhje. Aktori i njohur turk i zhgënjur. Aktori i njohur turk Kerem Bürsin dhe trashëgimtarja e njohur e familjes Sabancı, Melisa Tapan, kanë përfunduar romancën e tyre pas rreth një viti së bashku. Lajmi është bërë i ditur nga media turke, të cilat raportojnë se çifti ka vendosur të ndahet në heshtje larg syrit të publikut. Sipas burimeve, ndarja është marrë që në muajin gusht, por lajmi u konfirmua vetëm ditët e fundit. Melisa, e pyetur nga gazetarët gjatë një eventi, ka dhënë një përgjigje të shkurtër duke deklaruar: "Për shkak të ngarkesës së punës, udhët tona u ndan." Burime pranë çiftit tregojnë që Kerem Bürsin, aktori i njohur turk, është shumë i dëshpëruar, duke qenë se lidhjet e tij nuk po zgjasin më shumë se 5 muaj. Rikujtojmë që ai ka pasur një lidhje edhe me Hande Erçel, por që përfundoi për të njëjtën arsye, pra nga gjendja intensive e punës që dy aktorët kishin.